Dashuria është padyshim nuk dëshiron të keqen e askujt. Pra, kjo është dashuri që të sy. Ju dëshironi që të gjithë të evoluojnë. Duhet të them, kjo do të thotë e dini, që të gjithë të evoluojnë. Dhe çfarë do që kërkoj kur t'ja? Sepse shumë herë, si për shembull, nëse ti çfarë do të thotë dashuria? Dashuri do të thotë nëse ndonjë fëmijë po qan për Coca-Cola, ti jep Coca-Cola, ashtu dashuri. Jo, po, duhet ta përkufizojmë dashurinë duke përdorur e dini çfarë është saktësisht kjo. E di, dashuria është kujdes për mirëqenien e tyre dhe kujdes për mirëqenien tuaj. Apo jo? Kështu është, e di. Dhe nëse nuk kujdesesh për mirëqenien tënde, nuk mund të kujdesesh kurrë për mirëqenien e askujt tjetër. Sidoqoftë, kjo nuk është e mundur. Po, si brenda jashtë, po. Pra, aty duhet fillosh, e di? Dhe njerëzit fillojnë të përdorin këto terma dhe gjëra pa kuptuar. Prandaj ndodh si gjithë problemi. Në rregull, puna është që sa herë që njerëzit duhet të mendojnë në terma marrëdhëniesh të çfarëdo lloji, do të thojë atë çfarëdo lloj. Si qoftë siç thuhet, si e dashur, burr, grua ose ose nën e fëmijë apo çfarëdo lloj marrëdhënie. E di, njerëzit kanë familje, çdo lloj marrëdhënie e di. Ata duhet të kuptojnë një parim bazë thelbësor që asnjë qenie nuk mund të zotërojë një tjetër qenie. Në rregull? Ky është parimi themelor. Asnjë qenie nuk mund të zotërojë një tjetër. Tani, nëse nuk ke pronësi, atëherë monogamia, çfarëdo që të thotë ajo fjalë, bie poshtë. Çdo gjë e din, kur ti nuk zotëron një person tjetër apo diçka të tillë, pra nuk mund të thuash ashtu. Që ke kontroll mbi atë që ata bëjnë edhe. Dhe çfarë është kjo puna e marrëdhënieve si do qoftë tani? E di si njerëzit merren me njëri tjetrin. Çdo qenie, një qenie, po merret me një qenie tjetër. Në rregull. Tani, cili është themeli i marrëdhënieve? E di, si çdo marrëdhënie, duhet të jetë për të mirën apo jo, për të dyja palët apo ja. Kurdo herë që ndodh një marrëdhënie, duhet të ketë një lojë, e cila është lojë evolutive për të dyja palët e përfshira. Duhet u sill diçka të mirë atyra, ëra. E di, sa herë që një qenie bën diçka, edhe nëse heq marrëdhëniet, edhe nëse bën një veprim për veten tënde. E di, nëse ha një ushqim të shëndetshëm, pse po ha? Sepse ndihesh më mirë, apo jo? E di, çdo veprim që po bën, si të hash që është një veprim. E di, e bën këtë që të ndihesh më mirë dhe të jetë më mirë për ty, apo jo? Është mirë për ty. E njëjta gjë vlen edhe për marrëdhëniet. I njëjti koncept është se e di që merresh me një person tjetër vetëm kur është më mirë për ty. Kur përfiton ndonjë evolucion prej saj, kurdoherë që të jetë, nëse nuk është më mirë për ty, në rregull, atëherë çfarë kuptimi ka? Bek. Po, sepse më në fund, nëse të dyja qenjet janë si, unë dua të mirën për veten time, dua mirëqenie për veten time, në rregull. Dhe qenia tjetër është gjithashtu e tillë. Atëherë ato qenie do të sillen me njëra tjetrën me respekt. Në rregull. Që kjo person do të mirë me ne. Unë dua të mirën tjetër. Në rregull. Pra, kjo do të jetë aty. Në thelb, kjo do të jetë baza për të. E di, çdo ndërveprim mes çdo qenie e njerëzon. Duhet të jetë në rregull. Ashtu duhet. Diçka e mirë duhet të dalë prej saj, përndryshe pse po humbet ka. Ose nëse të ndodh diçka e keqe nga kjo nuk është mirë, apo jo? E gi? Askush nuk e do këtë, neku. Kështu që mendoj se njerëzit duhet të hyjnë në pikat thelbësore në vend që të përdorin fjalën marrëdhënie, e cila përdoret shumë shpesh. Nuk ekziston diçka e tillë, janë thjesht njerëz që merren me njëri tjetrin, qeniet që merren me njëra tjetrën, dhe qeniet duhet të merren me njëra tjetrën, vetëm kur është në dobitë të byve. Dhe në mënyra që janë të dobishme për të tjerë. Në rregull, dhe të mos i vësh asnjë etiketë apo çfarë të kjekën. Nuk mendoj se duhet ndonjë etiketë. Në rregull, të çfarëdo lloji, e kupton. Pra duhet të them edhe një nën mund ta ketë atë gjë ndaj fëmijës, e kupton, si një lloj ndjenje pronësie, si mirë. Ose mund të dojë të mirën për të. Po nëna duhet të dojë të mirën për fëmijën apo ja? Por nëse nëna sillet me fëmijën në një mënyrë që nuk është e mirë për të, mirë, atëherë ajo nuk është nën gjithsesi. Pra, gjithë ajo etiketë bie poshtë përsëri. Gjithë ideja është rreth si
Ti jesh i dobishëm dhe përkrahës dhe diçka më e mirë, evolucionare. E di, ky është thelbi të merresh me cilën do nga. Të jesh kështu, ky është thelbi i gjithë kësaj. E kupton? Dhe kjo duhet të vlej për të gjithë. Pa i vënë asnjë etiket. Unë personalisht nuk do të doja t'i vi asnjë etiket. Si e dini, për mua gjithçka është të merre me qenie të tjera. Është shumë e thjeshtë në këtë mënyrë, mbetet shumë e thjeshtë, a kupton? Dhe pastaj mundresh. Nuk ngatrohesh me idenë, oh, si për shembull, çfarë të bëj në këtë apo atë situatë. Ose, e di, nuk e bën. Nuk po bën lojra me role, e di. Përndryshe në të gjitha këto lloj marrëdhëniesh, njerëzit bëjnë lojra me role. Mirë, kjo është kjo, kështu që do të luaj këtë rol. Ajo është ajo, kështu që do të luaj atë anë. E ti, bëhesh si një aktor ose diçka e tillë, apo jo? Por nëse marrëdhëniet e tua janë të njëjta si me të gjithë, që për shembull mirë dua të kenë dobi nga ajo gjë dhe kjo duhet të jetë e dobishme. Atëherë të bëhet shumë e thjeshtë si të sillesh me çdo që nje dhe si të jesh i përshtatshëm në atë situatë. E di, po, kështu që qartësisht e gjithë kjo është, dua të them, prandaj gjithmonë them që në të vërtetë ekziston vetëm një marrëdhënie në gjithësi. Është marrëdhënia guru dishepull. E di, në fakt kur je i vogël, nëra jote është guruja jote, në thelb, sepse ajo të tregon si të bësh gjërat, çfarë të bësh, çfarë të mos bësh. E di këtë gjë, atë gjë, çfarë të hash. Si, e di, si kushdo që e bën këtë për ty apo çfarëdo tjetër e di. Dhe në fund gjithmonë është ajo, e di, në çdo marrëdhënie. Dhe pastaj kur njerëzit janë në marrëdhënie ku gjoja askush nuk mund t'i thotë askush asgjë, e di sepse gjoja janë ashtu, atëherë ka shumë tension. E di si e di si mirë sepse pastaj është e gjitha ajo gjëja si mirë kush do të vendosi. Si një person vendos një gjë, pastaj një person tjetër vendos diçka tjetër, e di, pastaj çfarë ndodh. Pastaj përplasje, e di, pa përplasje, po. Është qartë, sepse është e qartë që njerëzit nuk do të vendosin të njëjtin gjë gjithkohës. Dhe kjo lloj gjëje nuk do të ndosë. Dhe kështu përplasjet janë shumë të zakonshme. Kështu që mendoj se nëse themeli është ky, pra që do të jemi në dobi të njëri tjetrit. Si çdo qenie kur lidhet me një tjetër dhe me atë respekt, kjo është një qenie. E di, dhe e di që nuk do dëmtoj askënd. E di. Dhe kjo duhet të vijë edhe nga ana tjetër. E di, ata nuk duan të dëmtojnë, ata duan të të menjirë. Vetëm atëherë është një ndërveprim pozitiv dhe kuptim plot mes qenieve. Mendoj se të gjitha ndërveprimet tona dhe të gjitha ndërveprimet duhet të jenë të mirë. Kjo është gjithçka që duhet të jetë. Edhe fjala marrëthënie mund të zëvendësohet, mendoj, me ndërveprim. Përgjegjësia e madhe që ata kanë në këtë multivers të gjerë është kryesisht ndaj vetes së tyre, vetëm atyre. Nëse ata mund ta ngrejnë qenien e tyre lart, mirë, dhe po shkojnë në një drejtim të lartë. Multiversi nuk mendon se ata duhet të bëjnë ndonjë gjë tjetër. Asgjë tjetër, qoftë familja jote ashtu quajtur apo çfarëdo tjetër. Sepse çfarë është familja? Familja është ajo në të cilën lind dhe lidhjet e gjakut, ajo që nënkupton me këtë, e di atë. Por ajo që po them është se familja e vërtetë është aty ku drejtimi juaj është më në harmoni me të. I po shkon në një drejtim të caktuar dhe ato qenie gjithashtu shkojnë në atë drejtim. Kështu që kjo të duket më shumë si familje apo jo. Se një familje ku ke lindur, por ti po shkon në atë drejtim dhe ata po shkojnë në një drejtim krejtësisht tjetër. Atëherë kjo është një përplasje, në rregull? Pra, për çfarë duhet të përdoret hamila? Çfarë është në të vërtetë mor? Dhe ajo që është e njohur duhet të jetë drejtimi në të cilin po shkoni. A do të jetë më i njohur automatikisht jo ato? Familjare? Në rregull, atëherë ashtu quajtura familje. Në rregull. Pra, kjo është pika e rëndësishme në këtë. E kupton? Pra, ti dhe askush nuk ka nevojë, si për shembull, tu imponoj atyre pikpamjen e vet, sepse nëse duan të dinë diçka nga ti, atëherë mund t'u afruash ato gjëra. Në rregull, por nuk ka kuptim ti ushtrosh presion vetëm sepse janë familjar. E di, sepse kjo nuk funksionon kur, e di, sepse në fund të fundit të gjithë janë qenja, e di. Ashtu si kur largohesh nga trupi fizik, shkon vetëm, e di, nuk është e gjithë familja do të shkoj me ty. Detyrim ose. Jo, e di që nuk ka vetëm detyrim, vetëm detyrimi është ndaj vetes së pari. Nëse po bën mirë për veten, atëherë që është ndaj multiversit, ky detyrim është që ke, si për shembull, je në tokë tani, si qenie njerëzore apo jo. Ky është stacioni juaj këmi dhe po e përdor këtë për të rritur vete.
Pastaj, çdo gjë, çfarëdo që t'jep ty ose familja jote, ja vlen. Dhe nëse nuk e bën këtë, atëherë nuk ka asnjë mënyrë për të kthyer asgjë mbrapsht. E dini, si për shembull, i gjithë ushqimi që ju vjen që hani vjen nga toka, apo jo? Në rregull, tani ke një detyrim ndaj tokës në këtë mënyrë. E di, e drejt, po mënyra për ta përmbushur këtë detyrim është duke e rritur mite. Në rregull, po, pra kur e rrit veten, i përmbush të gjitha detyrimet e multiversit. Automatikisht. Qoftë e mahnitshme, qoftë monetare, qoftë çfarëdo lloj gjëje tjetër, qoftë në aspektin e burimeve apo të ndonjë gjëje tjetër. Sepse në fund të fundit, të gjitha burimet vijnë nga toka. Shtëpia në të cilën jetoni është nga toka, e bërë me materiale nga toka. A gjithë ushqimi që hani është me ne. Gets fact. Dhe njerëz të gjithë, njerëz që janë të përfshirë në sjelljen e saj tek gjithçka, e di i gjithë ky detyrim përmbushet sapo të ngrihesh në detyrë. Kjo do thotë që po bën detyrën tënde. Me rregull. Dhe pastaj të gjitha këto gjëra janë të kryera. Por nëse nuk po e bën këtë, atëherë e gjithë kjo çështje përgjegjësisë të bie mbi kokë. Duhet t'u akthesh atyre, nëse dikush të jep 10, duhet të akthesh 10 dhe të gjitha këto. Po, e di, fillon kjo lloj peshe, kjo lloj barazpeshe, por nëse po e ngre veten, atëherë gjithçka mbaron aty.